Prej disa ditësh, mira qytetarë po protestojnë në Tiranë kundër një projekti zhvillimi në peizazhin e mbrojtur Pishporo Nart në zonën e Zvërnecit. Por çfarë dim ne deri tani? Projekti parashikohet të shtrihet në rreth 437 hektar. Në versionet e para flitej për vila, hotele dhe një marinë. Mirëpo kryeministri Rama tha se marina është hequr nga propozimi i dytë i projektit, pasi do të ndikonte në mjedis. Deri tani nuk ka asnjë leje ndërtimi dhe asnjë projekt konkret të miratuar. Ajo që ekziston në fakt është një leje infrastrukture, e dhënë në prill të vitit 2026 për hapje rrugkalimesh. Qeveria tha se këto rrugkalime duhen për të vendosur pajisje studimore për biodiversitetin, ujin dhe për lagunën. Por në terren, qytetarët dhe organizatat mjedisore kanë parë garde, makineri të rënda, hapje rrugësh dhe zhavor. Nëse nuk ka një projekt dhe aq më tepër nuk ka një leje ndërtimi, atëherë pse zona u rrethua me gardh dhe pse kush tentoi të afrohej u përball me dhunë. Kompania zhvilluese e projektit që del në dokumente është Zvërnec South Adriatic Development. Pas saj qëndrojnë dy emra pak të njohur për publikun shqiptar: Nikita Maksimovic Vinogradov, shtetas holandez, dhe Zoja Gjorgjieva Gyrova, shtetase bullgare. Por pronësia në fakt kalon përmes disa kompanive të regjistruara në Holand, përfshirë Universal Properties Project, Blue Industry Investment Holding dhe Dutch Trust Management, e cila shënohet si subjekti që ushtron kontrollin e fundit mbi një trust. Pra me fjalë të thjeshta, kompania shqiptare kontrollohet përmes një strukture të ndërlikuar jashtë vendit, që e bën të vështirë të kuptohet se kush është realisht pas projektit. Pasuritë ku parashikohet zhvillimi i këtij projekti rezultojnë në pronësi të shoqërisë Albanian Land Development. Sipas deklaratës së kryeministrit Rama, kjo kompani ka si ortak kryesor Sazan Holding dhe me dy bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari. Ndërkohë, SPA ka sekuestruar llogaritë bankare të Albanian Land Development duke ngrirë fondet e saj për shkak të një hetimi për origjinën e pronës. Sipas Reporter Pikale, dhe grupi Kastrati mund të ketë pasur një rol në projekt për shkak të përfshirjes në negociata me banorët. Jared Kushner e ka promovuar projektin publikisht, por deri më tani nuk ka dokumente publike që tregojnë se ai apo Ivanka Trump qëndrojnë ligjërisht pas këtij projekti. Megjithatë, problemi nuk është vetëm kush është investitori. Problemi është se Pishporo Narta është një zonë e mbrojtur. Kjo situatë ndryshoi me ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura në vitin 2024, kur u hoqën nënzonimet brenda peizazheve të mbrojtura dhe u zgjeruan aktivitetet që mund të lejohen në to. Prandaj edhe protesta nuk është vetëm kundër një resorti, është kundër një modeli ku fillimisht ndryshohet ligji, pastaj rrethohet territori, hapen rrugë dhe vetëm më pas i bëhet me dije publikut se kush po ndërton, me çfarë lejeje dhe në emër të kujt.